Përshëndetje, ky është një prezantim i cili synon të jap një informacion të shkurtër rreth një programi trajnimi, tematika e cilit është kurrikula me kompetenca e lëndës së gjuhës shqipe dhe risitë e saj. Ky program trajnimi është përbërë nga 3 module, të cilat rrokin edhe 3 çështjet kryesore të kurrikulës së shkruar dhe asaj të zbatuar. Dhe konkretisht moduli i parë flet për kompetencat kyçe dhe kompetencat e lëndës dhe zbërthimi i tyre në rezultate të nxënit. Moduli i dytë ka të bëjë me metodologjitë e mësimdhënies së gjuhës shqipe dhe situatat të nxënit dhe moduli i tretë me vlerësimin e arritjeve të nxënësve në lëndën e gjuhës shqipe. Përfituesit e këtij trajnimi do të jenë mësuesit e lëndës së gjuhës shqipe në arsimin bazë, drejtuesit e shkollave 9 vjeçare të profilit Gjulje Tërsi dhe specialistët e darzave të këtij profili. Përpara se të ndalemi tek module, po themi 2 fjalë për reformën kurrikulare, e cila është ndërmarrë së fundmi nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Instituti i Zhvillimit të Arsimit. Nevoja për reformë kurrikulare u diktua nga disa faktorë, ndër të cilët më kryesorët janë integrimi në epokën digjitale. Të gjitha ndryshimet dhe risitë e reja në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit kërkojnë nga individi dhe konkretisht nga nxënësit aftësi dhe kompetenca të reja në mënyrë që ata të jenë të suksesshëm në tregun e punës. Së dyti është rritja e ndërvarësisë dhe lëvizshmërisë. Së treti janë ndryshimet në konceptet për procesin e të nxënit. Një faktor tjetër është nevoja dhe autonomia dhe liria e shkollës. Shkollat kanë gjithmonë më shumë nevojë për autonomi dhe liri të tyre. Dhe fundit, rritja e rolit komunitetit. Komuniteti gjithmonë më shumë bëhet i ndjeshëm rreth asaj që fëmijët mësojnë në shkollë. Për t'ju përgjigjur të gjithë këtyre ndryshimeve, u hartuan 3 dokumente kurrikulare, hierarkia e të cilave është korniza kurrikulare, që është dokumenti kryesor kurrikular, është kurrikula bërtham dhe pastaj nga ato rrjedhin të gjitha programet lëndore, konkretisht edhe programi i lëndës së gjuhës shqipe. Fjala që do të përdorim shumë në këtë prezantim është fjala kompetencë, kështu që është nevojshme të bëhet një sqarim rreth këtij termi. Kompetenca përcaktohet si kombinimi i njohurive, shkaqësive, vlerave dhe qëndrimeve. Pra, e thënë më thjesht, një njeri që konsiderohet kompetent në një fushë të veprimtarisë njerëzore, duhet që në këtë fushë të ketë njohuri, shkaqësi, qëndrime dhe vlera. Dalim te korniza kurrikulare, i cili është dokumenti kryesor kurrikular. 3 elementët kryesor të këtij dokumenti janë qëllimet e arsimit parauniversitar, janë kompetencat kyçe, janë nivelet arsimore dhe shkallat e kurrikulës dhe komponenti i 4, elementi i 4 janë fushat e të nxënit. Ndalemi tani tek moduli i parë që tematika e cilit ishte kompetencat kyçe dhe kompetencat e lëndës si dhe zbërthimi i tyre në rezultate të nxënit në lëndën e gjuhës shqipe. Çështjet kryesore të këtij moduli do të jenë rëndësia e gjuhës shqipe në arsimin bazë, risitë dhe elementet e programit të gjuhës shqipe, lidhja mes kornizës kurrikulare, kurrikulave bërtham dhe programit të gjuhës shqipe, kompetencat kyçe dhe kompetencat e fushës dhe përshkrimi i tyre, dhe çështja e fundit është planifikimi i kurrikulës sipas formateve të planifikimit vjetor, 3 mujor dhe ditor. Pse është e rëndësishme lënda e gjuhës shqipe? Ajo e pajis nxënësin me një sër aftësish dhe njohurish, të cilat përcaktojnë jo vetëm suksesin në lëndën e gjuhës shqipe, por edhe suksesin në lëndët e tjera mësimore. Kështu, një nxënës që nuk shkruan qartë dhe saktë dhe në mënyrë të strukturuar, një nxënës që nuk lexon mirë dhe nuk kupton qartë atë që lexon, ka pak gjasa të jetë i suksesshëm në të gjitha lëndët e arsimit bazë. Konkretisht, gjuha shqipe mundson zhvillimin gjuhësor dhe letrar, i cili është boshti themelor për rritjen intelektuale, shoqërore, estetike dhe emocionale të nxënësve. Mundson që nxënësit ta përdorin gjuhën për të komunikuar, për të plotësuar interesat e tyre personale dhe për të përmbushur kërkesat e shoqërisë dhe të tregut dhe vendit të punës. Mundson që nxënësit të zhvillojnë të menduarit kritik dhe krijues dhe të bëhen të vetëdijshëm për identitetin e tyre personal dhe kombëtar. Dhe e fundit, mundson që nxënësit të zhvillojnë botën e tyre emocionale, të pasurojnë përfytyrimet dhe imagjinatën e tyre për botën, të çmojnë dhe të vlerësojnë gjuhët dhe kulturën kombëtare dhe atë botërore.
Hym tek programi dhe tek struktura e tij, i cili në elementet kryesore të cilit janë një hyrje e shkurtër ku prezantohen dhe qëllimet, fusha ku bën pjesë lënda e gjuhës shqipe. Kjo fushë është fusha e gjuhët dhe komunikimi, dhe së bashku me gjuhën shqipe, pjesë e fushës janë dhe gjuha e huaj e parë dhe gjuha e huaj e dytë. Pastaj kemi një kornisë konceptuale të programit ku jepen kompetencat kyçe të zbërthyera në rezultate të nxënit, kompetencat e fushës dhe përshkrimi i tyre, lidhja e gjuhës shqipe me lëndët e tjera, mundësitë që ofron gjuha shqipe për trajtimin e temave ndërkurrikulare. Pjesë kryesore ndoshta e programit janë qëllimet e shkallës kurrikulare dhe përmbajtja e shkallës. Udhëzime metodologjike është një element tjetër, udhëzime për vlerësimin dhe rubrika e fundit është materiale dhe burime mësimore. Në mënyrë grafike, gjithë organizimi i programit jepet në këtë slajd. Në qendër janë qëllimet e arsimit parauniversitar, më pas janë temat ndërkurrikulare, të cilat janë tema madhore, të cilat duhet trajtohen nga të gjitha lëndët e fushat e të nxënit, më pas janë kompetencat kyçe, janë fushat e të nxënit ku bën pjesë edhe fusha e gjuhëve dhe komunikimit dhe lënda e gjuhës shqipe, dhe më pas janë kompetencat e lëndës së gjuhës shqipe. Tham pak më larg që synimi i arsimit parauniversitar është pajisja e individit me kompetencat kyçe. Kompetencat kyçe janë ato kompetencat të cilat janë të domosdoshme për nxënësin në mënyrë që ai nesër të jetë i suksesshëm në jetën personale, profesionale dhe të përmbush kërkesat e shoqërisë dhe të tregut të punës. Komisioni Evropian ka përcaktuar 8 kompetenca si më të rëndësishme. Më pas vendet në përputhje dhe me prioritetet e tyre i kanë përshtatur këto kompetenca dhe konkretisht kompetencat kyçe në kurrikulët e arsimit parauniversitar janë kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit, kompetenca e të menduarit, kompetenca personale, kompetenca për jetën sipërmarrjen dhe mjedisin, kompetenca qytetare, kompetenca e të nxënit dhe kompetenca digjitale. Të gjitha lëndët përfshirë dhe gjuhën shqipe kontribuojnë në ndërtimin dhe zhvillimin e këtyre kompetencave tek nxënësi. Natyrisht, gjuha shqipe kontribon më së shumti në kompetencën e parë, në kompetencën e komunikimit dhe të shprehurit, ku ajo ka peshën kryesore. Të gjitha kompetencat e kyçe zbërthehen në rezultate të nxënit në shkallë mësimore. Natyrisht që lëndët, përfshirë dhe lëndën e gjuhës shqipe, nuk mundet të realizojnë të gjitha rezultatet. Kështu që në program janë përfshirë ato rezultate të nxënit, të cilat gjuha shqipe mundet kontribojë në ndërtimin dhe zhvillimin e tyre. Slajdi jep një model nga kompetenca e të menduarit. Këto kompetenca kyçe gjuha shqipe realizon në fakt nëpërmjet përmbajtjes së vetë lëndore ose kompetencave të veta lëndore. Dhe duke nisur edhe nga synimet e lëndës, kompetencat e lëndës së gjuhës shqipe janë të dëgjuarit e teksteve të ndryshme, të folurit për të komunikuar dhe për të mësuar, të lexuarit e teksteve letrare dhe jo letrare, të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale dhe përdorimi i drejtë i gjuhës. Për secilën nga këto kompetenca, në program janë paraqitur njohuritë, aftësitë, qëndrimet dhe vlerat që duhet demonstrojë nxënësi. Vim tek përmbajtja lëndore, e cila është organizuar në kompetenca. Ka një veçanti gjuha shqipe, njohuritë në përmbajtjen lëndore janë dhënë për secilën klasë, shkallësitë, qëndrimet dhe vlerat janë dhënë në përfundim të shkallës, gjë që i jep më shumë liri dhe fleksibilitet mësuesit dhe autorëve të tekstit, ose në mënyrë të përgjithshme të gjithë përdoruesve të programit. Në slajdin e fundit përfunduam me kurrikulën e shkruar, e cila nuk mund të jetë e suksesshme nëse nuk planifikohet mirë nga mësuesi që do të punojë me këtë kurrikul. Ky mësues kam shumë më shumë liri dhe fleksibilitet, por njëkohësisht liria dhe fleksibiliteti lidhen edhe me përgjegjësinë e tij.
Për të zbatuar këtë kurikull, e hyn në ndihmë 3 formate të reja të planifikimit, që janë planifikimi vjetor, planifikimi tremujor dhe planifikimi ditor, të cilat do të jepen në 3 slajde të mëpasme. Ky slajd jep një strukturë të planifikimit vjetor, në një kolon ja vendosur kompetencat lëndore dhe mësuesi plotson orët sipas parashikimit të tij për secilën kompetencë. Duhet patur parasysh që në këtë planifikim duhen përfshirë edhe testimet, edhe përsëritjet, edhe projektet që mësuesi do zhvillojë gjatë një viti shkollor. Nëse planifikimi vjetor ishte shumë sintetik, planifikimi tremujor është më i detajuar. Ai do të hartohet sipas këtij formati, vendoset kompetenca, tema mësimore për çdo ditë mësimi, situata e parashikuar dhe burimet dhe materialet e të nxënit. Ndërsa planifikimi ditor do të ketë këtë format, do përcaktohet tema mësimore, situatat e të nxënit, rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe në të cilat mundet të kontribojë kjo temë dhe orë mësimi, rezultatet të nxënit të kompetencave të fushave dhe të temës mësimore, lidhja me fushat e tjera dhe me temat ndërlëndore, metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve, vlerësimi dhe detyrat për nxënësit. Vim tek moduli i dytë, metodologjia e mësim-nxënjes së gjuhës shqipe dhe situatat e të nxënit. Vim tek moduli i dytë, tematika e cilit ishte metodologjia e mësim-dhënies së gjuhës shqipe dhe situatat e të nxënit. Çështjet kryesore të këtij moduli do të jenë mësim-dhënia e bazuar në kompetenca dhe roli i saj në procesin e të nxënit dhe arritjet e nxënësve, kriteret për planifikimin dhe përdorimin e metodave të mësim-dhënies dhe hapat procedurial për hartimin dhe planifikimin e situatës së të nxënit. Së pari duhet thënë që metodat e të nxënit janë mjaft të rëndësishme për të realizuar një proces mësimor efektiv. Dhe së dyti, që mësuesi duhet përditësoj vazhdimisht njohurit rreth metodave, teknikave dhe strategjive të mësim-dhënies. Së treti, procesi mësimor duhet karakterizohet domosdoshmërisht nga kriteret e mëparshme. Mësim-dhënia duhet jetë me në qendër nxënësin dhe të mësuarit duhet jetë bashkëpunues. Planifikimi dhe përzgjedhja e metodave të mësim-dhënies diktohet nga disa faktorë, ndër të cilët janë kompetencat kyçe dhe lëndore, rëndësia e zbatimeve praktike brenda dhe jashtë klasës, të cilat lidhin koncepte gjuhësore me situata të jetës reale, zhvillimi i mendimit kritik dhe krijues, aftësia për të zgjidhur probleme, veçoritë e punës individuale dhe të punës në grup, dobia e përdorimit të burimeve të shumëllojshme të informacionit, përfshirë dhe teknologjinë e informacionit dhe komunikimit dhe nevoja e individit për të nxënë gjatë gjithë jetës. E rëndësishme është që gjatë orëve të mësimit, mësuesi të krijojë mundësi që nxënësit ta ndërtojnë dijen e tyre dhe për këtë ju vjen në ndihmë situata e të nxënit, e cila është një bashkësi rrethanash ose një rrethan reale ose didaktike në të cilat ndodh procesi të nxënit, pra në të cilën nxënësit ndërtojnë njohuritë e tyre. Të nxënit me situata u mundson nxënësve të mësojnë nëpërmjet socializimit, vëzhgimit, dëgjimit, arsyetimit, reflektimit dhe imitimit dhe ky lloj të nxënit përfshin pjesëmarrjen e nxënësve në detyra që janë të ngjashme me zbatimet në botën reale. Planifikimi i matricor i situatës së të nxënit bëhet sipas këtij slajdi. Rubrikat e planifikimit të situatës janë veprimtaritë, burimet dhe vlerësimi i situatës. Nga kjo që tam pak më lart, mundet të bëjmë një dallim midis mësimdhënies tradicionale dhe mësimdhënies me pas kompetencat. Më konkretisht, mësimdhënia tradicionale fokusohet në njohuritë bazë, respekton në mënyrë rigoroze programin mësimor, përdor vetëm tekste dhe fletore pune. Mësuesit japin në këtë mësimdhënie dhe nxënësit marrin, pra mbështetet kryesisht te behaviorizmi. Mësuesi jep direktiva dhe ka një rol autoritar. Vlerësimi kryet kryesisht me anë të testimit dhe nxënësit punojnë individualisht, ndërsa mësimdhënia me bazë kompetencat ndërton kompetenca, ndjek dhe nevoja dhe interesat e nxënësve, përdor materiale të ndryshme të nxëni. Mësimi është ndërveprues, mësuesit lehtësojnë, nxënësit ndërtojnë mbi atë që dinë, pra mbështetet kryesisht tek konstruktivizmi. Mësuesi bashkëvepron dhe komunikon me nxënësit. Vlerësimi i bëhet me anë të punëve me shkrim, vëzhgimeve, projekteve, testeve. Në procesin e të shkruarit është po aq i rëndësishëm procesi i saj dhe produkti, dhe nxënësit punojnë
në grupe. Moduli i tretë ka si tematik vlerësimi i arritjeve të nxënësve në lëndën e gjuhës shqipe. Dhe çështjet kryesore të këtij moduli janë parimet e vlerësimit, vlerësimi bazuar në kompetenca, llojet e vlerësimit dhe karakteristikat e tyre, vlerësimi për të nxënit dhe vlerësimi i të nxënit dhe përdorimi i evidencave për vëzhgimin dhe mbledhjen e informacionit në lidhje me vlerësimin e nxënësit. Së pari po ndalem te parimet shkurtimisht te parimet themelore të vlerësimit, të cilat janë vlefshmëria, një vlerësim duhet të jetë se s'bën i vlefshëm të vlerësoj realisht arritjet e nxënësve, të jetë transparent përpara nxënësve dhe përpara prindërve dhe të jetë i paanshëm. Vlerësimi bazuar në kompetenca është një proces që siguron treguesit për njohuritë, aftësitë, shkaqësitë, qëndrimet dhe vlerat e fituara të nxënësve, të cilat i marrin në shkollë dhe që konsiderohen si pjesë përbërëse e mësimit. Ndalemi te vlerësimi për të nxënë, i cili kontrollon përparimin gjatë procesit të të nxënit, siguron informacione për shkallën e të nxënit me synim për mirësimin e mësimdhënies, ndërsa vlerësimi i të nxënit përcakton arritjet e nxënësve në përfundim të një kapitulli tremujori apo viti shkollor. Gjatë një viti mësimor do të kemi vlerësim të vazhdueshëm, është vlerësimi periodik i cili bëhet në fund të tremujorit dhe është vlerësimi përfundimtar i cili bëhet në fund të vitit shkollor. Vlerësimi periodik është ose vlerësimi që bëhet në fund të një tremujori del nga vlerësimi i vazhdueshëm, dhe këtu kemi parasysh evidencat e vlerësimit të vazhduara të mbajtura për një periudhë tremujore, vlerësimi me test ose detyrë për mbledhje në përfundim të një periudhe tremujore dhe vlerësimin e dosjes ose portofolit të nxënësit për periudhën tremujore. Ky është vlerësimi në fund të tremujorit. Ndërsa vlerësimi përfundimtar përfshin notën vjetore të vlerësimit të vazhdueshëm të 3 periudhave tremujore, notën vjetore të vlerësimit me test të 3 periudhave tremujore dhe notën vjetore të vlerësimit të dosjes së nxënësit të 3 periudhave tremujore. Secili nga këto 3 vlerësime ka një peshë të caktuar. Konkretisht, vlerësimi të vazhdueshëm i është dhënë një peshë prej 40%. Vlerësimi me test po ka peshë 40%, ndërsa vlerësimi i dosjes ose i portofolit ku janë përfshirë detyrat më të mira të nxënësit gjatë vitit dhe projektet gjatë një viti shkollor zën 20%. Në mënyrë të detajuar për llogaritja e notës vjetore përfundimtare është sipas këtij slajdi. Duhet mbajtur parasysh gjithmonë që në llogaritjen e notës përfundimtare kihet parasysh progresi i nxënësit. Natyrisht vlerësimi shoqërohet edhe me një raportim të progresit të arritjeve të nxënësve, i cili duhet të jetë i vazhdueshëm dhe mund të bëhet në takimet mujore të mësuesve me prindrit ose në raportimet e mësuesit të lëndës dhe mësuesit kujdestar tek stafi drejtues i shkollës, raportimi tremujor i rezultatit të nxënësit dhe raportimi vjetor. Ju falenderoj për vëmendjen.